Doktor Arjan, do doja të ndalesha shumë shkurt për respekt ndaj audiencës dhe atyre që na ndjekin çdo herë, janë shikues tonë besnik. Të ndaja shkurt një histori të shkurt por simpatike. Doktor Arjani me vite ka jetuar, vepruar, ka ushtruar detyrën e tij si mjek në Gjermani. Më në fund ka vendosur që së bashku me bashortën dhe fëmijët të kthehet në Kosovë dhe detyrën e tij ta ushtroi në Kosovë tek bashkëdhetarët e tij si ortoped. Kështu që na urojmë mirëseardhje dy fish edhe në vend edhe në studio. Faleminderit shumë, po është e vërtet edhe pse unë do në studimet i kom kry këtu në Kosovë, në Prishtinë, mirë po mundësia ke qashtu që na vendosëm me vazhdu profesionin tonë në Gjermani. Është një fat që unë kom mujt me shku atje dhe me marrë një specializim që sa do pak ka një eksperiencë, një ekspertizë më të madhe në këtë fushë. Sot gjindem këtu, e kom bo me shumë knatësi kthimin, ndihna krenar për ato që vendimi për mu këty nuk ka qenë shumë i lehtë, tu e pas parasysh që vendi ku kam qenë Gjermania, dhe më thonë ka pas gjithmonë nevojë për neve, mirë po dëshira ka qenë shumë e madhe që unë sot me qenë edhe me marrë këtë vendim. Vendimi nuk e ku marrë këtë vetë, kemi marrë bashkë me këtë familjen, jemi këty edhe po dojmë qatë eksperiencë sa do që... Ma sa viteve, doktor Arjan? Kjo, do më thënë, është tamën, 15 vite kom ndajtë dhe kom punu në Gjermani, një fillim që është kry specializimi, si ortoped dhe si quhet atje, unë falë chirurg në Kosovë, traumatolog, dhe kam pas një periudhë kohore si specialist i ortopedisë atje ku e ku mushtru këtë profesion me shumë knatësi, mirë po dhe me ma shumë knatësi këtë përvoj që e ku mbledh atje, jam i gatshëm me transferu në vendin tim që ka qenë gjithmonë andra janë që me u kthy edhe me dhonë këtë ekspertizë që e ku marrë atje në vendin ta. Në vendin ta. Më duhet me theksu një citim që para se të fillonim xhirimin, e tha doktor Arjani, unë kom shku gjithmonë me mendimin që kam me u kthy me një përvojë të mirë dhe e mbajt e premtimin, ata që të njohin familja jote, po edhe pacientat e din tash janë krenarë që doktor Arjani e mbajti premtimin, i ke 15 vite, more një eksperiencë mirë, more një frymë ndryshe të punës, shprehisë së punës së çdo tjetër dhe u ktheve në vend për të kontribuar te pacientët kosovarë, kështu që të përgëzoj shumë doktor Arjani. Faleminderit shumë, këto e bëj me plot kënaqësi. Andra gjithmonë ka qenë që mu këty këtu, ndoshta nuk ka qenë 15 vite, ka qenë shumë ma shkurt e planiruar me kjo kohë që unë me shku me kry këtë specializim sa është mirë po tu zgjat, edhe në një pikë ku morëm vendim gjithë si familje që është koha ose atje ose këtu, dhe jom shumë i kënaqur që vendimi ka qenë ashtu që unanim që të gjithë po dojmë mu kthy, edhe tash jemi këtu, tash do të jem prezent edhe do të provoj me çato pak sa kom mësu me ardhë, me punu edhe me tentu me pru diçka ma ndrysh, me fol shqip edhe me mujt me fol shqip që është mas mirë. Bravo.